Përshëndes juve që ka mendoni si unë. Edhe ndoshta edhe jo po çuditni sikur unë. E që besa di që edhe juve ju dhimet koha që keni harxhue mas partive, sidomos jo, sikur mas PDK-s, që 26 vite, dhe më në fund krejt shkoj mundi huq, dikush ka bo shumë, dikush pak veç, krejt kemi bo për atë parti. E unë sidomos kam të drejt mu i dhnu dhe fort, sepse asa ta vetë që janë në atë parti s'kan bo ma shumë se une. Gjo që e kom dëshmue edhe me vepra, ju e dini, atentate, kërstime, sharje, fyrje, deri edhe në burgosje. Për ta. Mirë po se kisha besu une që këta bin këtë dërejgje, që dhe mas Partia Demokratike të Kosovës, se për lidhën demokratike e di, po këta që bin këtë dërejgje, që me lu kurti qështë dorë me ta si moca me mi. Nuk e di vlo qysh harrojnë që ka flasin para një mujdite, kanë fol, Bedri Hamza ka thonë që unë s'marr kontakta, s'du me kontaktu me ta, s'me bisedu, edhe aj, ju e dini shumë mirë, ju ka thonë hajvana, komplet, edhe ato publikisht në televizion, këta janë hajvana, edhe ta shuhet i thret, e shkujnë, e bohen prej me hajvana, edhe i shkujnë takim. Pastaj, kur dalin para medjave, thojnë, ne takohemi për të mirën e Kosovës të vendit. Jo për të mirën e vendit, po për të mirën e xhepit bosi. Ato pordha të fore shit një qëtër kuj. Çka do me thonë që këta kanë ra prej e tina edhe aj lun me ta qysh dun. Kur dun, aj ju thët hajvana, me brina, pa brina, edhe kur ti thret, tha s'kan qare pa shku më vizatu. Nuk është puna që shkojnë këta për të mirën e ati veni, po për të mirën e xhepave, të vetë. Sepse këta një pjesë shumë e madhe janë hajna, edhe s'kan qa me i thonë njën i tjetër të kur gjo. E aj pare ka, i merë, javgjun ka i zalog, edhe i blen me pare. Ta një dalin edhe rajnë para media, jo në të mirën e venit po takohemi. Unë s'kam besim të këta, unë vetëm nëse kthehet Hashimi dhe Kadria, muj me kam me ta, për ndryshe as kokën nuk e qaj mo për as një njeri të as një partije, vetëm nëse formohet në parti krejt e re. E nëse këta vazhdojnë kështu, ju garantoj, krejt fansat e mi, çka mendojnë si unë, çka mendojnë mu, nuk kanë me harxhu më kohën me dalë me votu këta. Këta kanë me met në prag. Aj nuk e di burë, sa ishte në pozit, ishte i rrezikshëm. I bon një kërshën të naund, si në kuvend mana, si jashtë. Tash në pozit, kërsh i voni, këta veshin nuk guxojnë me livrit për tina. E dini pse, shpesh ngoj se një burë është aty që janë ngoj në Kosovë, Lirim Mehmetaj, kur ja thot në sy. Sërtë, trim atë detar, edhe aje meriton me konë dash president, dash kryministën, dash shkadush. Aje ja thot në sy. Edhe unë ja po më thonë gjithmonë në sy. Unë nuk jam me ata njerëz të cilët hanë me shumë lugë, edhe që i ndrojnë fjallët mrena ditës. Dhe besoj që edhe ju tjertë jeni zhgënjyën, sepse s'keni dëshirë me i po skenat e tilla të cilat i thret kur ti hajt një hajvanat të une, këta gjumi si merë natën për gëzimi që i ka thirë në shku atje, edhe shkojnë i vizatohen për para. Vallahi,
nuk e di çka më thonë, ma dëbët mo, nuk ka ku me shkue. Këtë shihet interesi, këtë shihet që këtë edhe këta janë të përlym, të më ho krejt janë të përlym, s'ka kush çka i thot kuj, hajni, suni thot hajni, krejt janë një farforme, një kalap. E Hashimit i bëjt fala, nuk dhja dëgjën këtë video apo jo, e i tham, pasha besën, gabim ke bon se shumë e njerin e leg e ke afru ofër vetës, e si ke ofru njerëzit e fort, edhe për kërë që ta të kanë të ratu ty, mu, Partinë Demokratike edhe krejt, jenë bajt ka daldale edhe i kanë shku, i kanë hinë zozë kurtit. Inshallah bablok del, e tash e din, kush o i mire, kush o i keq, e unë po shpresoj shumë që ki me dalë te kadrina dhe gjithë ju që ka jeni në hog, edhe e merë timonin edhe herë, e din që ka me bon tash. Për ndryshe Kosovës i ka dalë faqe zezë me tenat zezat. Natën e